mund të kuptojnë edhe, më falë që të ndërprera, si mund të kuptojnë edhe familje që janë shtëpi dhe nuk janë përplasur asnjëherë me këto lloj problematike dhe ndoshta shëra parë që po kuptojnë që fëmia atyre ka një lloj problem, si mund të ndihmojnë? Si mund të ndihmojnë ata fëmin? Fillimisht duhet të ndihmojnë veten duke e pranuar atë problem që ka përpara syve. Ai është një problem i cili do i shoqërojë gjithë jetën. Autizmi deri tani dhe nuk besoj se do ketë shërim, përveç se lehtësira me mënyra terapeutike të ndryshme, mbushja e ditës, aftësimi për të qenë të aftë për vetën e tyre. Kjo është ajo që e minimizon autizmin. Në moment që ata arrin të qetë, ajo lulëzon ndoshta edhe një herë edhe më fuqishëm se ç'ishte. Dhe duke pranuar prindrit që ky është një problem që tani unë po përballem, mos rrit vajtoj veten, po rrit merret me fëmin, të bëjt pamundurat brenda mundësive. Por sepse që fëmin me pikturën, me këto lodrat, me perlët, mund të jetë arti një formë për të ndihmuar? Shumë. Arti